Kjo kombëtar U17 nuk ka asnjë lojtar në kampionatin shqiptar. Mendon që është problem i kampionatit apo problem që nuk janë nivelin e duhur? Besoj që diferencat dihen si funksionojnë akademitë nëpër Evropë dhe akademitë tona. Akademitë tona kanë problematikë të theksuar, edhe përsa i përket infrastrukturës, edhe përsa i përket elementit, edhe përsa i përket cilësisë së trajnimit, dhe akoma jemi shumë larg nivelit të akademive, sepse lojtarët me sa di, lojtarët që luajnë në klube me emër në Evropë, nga Juventus, në Itali, në Gjermani dhe në klube tjera në Greqi, dhe them që është një disniveli i madh. Pra, ky është problemi, niveli i kampionatit tonë i moshave është shumë larg nivelit të luajt atje, por gjithsesi mendoj që nga selektorët e ekipit kombëtar do të ishte bërë mirë që të thriteshin dhe për t'u inkurajuar dhe më shumë 2-3 lojtarë nga që luajnë në kampionatin tonë, sepse edhe Ja Flori. Për gjithë ju që pëlqyet këtë episod, gjithë prodhimet tona gjeni në YouTube të Kandale, na ndiqni, bëni follow, 7 vjet fati mirë dhe mundësia për fituar një arush.